Përshëndetje të gjithëve ju që po na ndiqni në emisionin BioFolk në Radio EANI. Përshëndetje ju dëgjues dhe ju shikues. Sot në këtë puntat kam të ftuar një artiste të madhe të muzikës shqiptare. E them të muzikës shqiptare sepse ajo nuk është vetëm e muzikës popullore, por është dhe e muzikës së lehtë, mbi 4 dekada që interpreton mjeshtërisht muzikën shqip. Me ne sot është Irma Libohova. Irma, është kënaqësi shumë e madhe të të kemi në studion e Radio EANI. Faleminderit Gazi, kënaqësi dhe për mua dhe për të gjithë ata që ndjekin këtë radio. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Je një nga ato artiste që unë thash që në fillim që mbi 4 dekada e vazhdon akoma të jesh si në fillimet e tua, aktive, intensive me punën tuaj, me aktivitetet, pra e palodhur. Kjo është Irma. Muzika nuk të lodh kurrë dhe besoj që në gjithë dinamikën e jetës dhe të ditës time, veçanërisht, domethënë do të jem kjo që jam. Nuk besoj që do ndryshoj gjë, edhe kur nuk ka, mundohem ta gjej. Mundohem ta gjej aktivitetin, ta gjej veten, të gjej këngën, sepse mendoj që lëvizja është jetë. Dhe ju Irma jeni të gjithëve. Unë kam vënë re, po edhe publiku ka vënë re që ju jeni pëlqyer që nga fëmijët e vegjël, mosha e re, pra nga gjithë brezat. Pra është rrallë një artiste që t'jetë pëlqyer nga gjithë brezat dhe t'jetë kaq e afruar me të gjithë brezat. Ndoshta është muzika, pra afërmiteti që ju i bëni pra edhe fëmijëve të gjithëve, nuk e di, mund na tregoni si sekret? Faleminderit, është domethënë kompliment shumë i mirë për mua. Të rrokësh në figurën e artistit, domethënë edhe pjesën e fëmijëve, unë besoj që është aset, është pasuri. Fëmijët gëzojnë dhe ata të mbajnë mend gjithë jetën domethënë si thua, në gjithë jetën e tyre ti vulosesh si figurë. Unë kam bërë gjithmonë këngë për fëmijë, jam përfshirë gjithmonë me ta, i dua shumë, i pranoj me gjithë çapkëndëqjet e tyre dhe për këtë arsye një shprehje thotë që nëse do të kuptosh një njeri se kush është, shife në sjellje me fëmijët. Dhe unë besoj që i kam hapur hapësirë pafund njëherë marrëdhënies me fëmijët, pastaj edhe krijimtarisë. Shkurt i dua, kam kënduar për ta, kam bërë një album për ta dhe përsëri do vazhdoj të bëj, domethënë të jem afër tyre, mendoj. Dhe vim pak në aktualitet. Si ka qenë ky vit për Irma Libohovën për sa i përket aktiviteteve artistike, ndoshta më i lirshëm nga një vit më përpara, pra kuptohet, jemi akoma në periudhë pandemie. Patjetër, për shembull aktiviteti i fundit që ka qenë publik, ka qenë një spektakël që u bë para disa kohësh te Amfiteatri Liçenit, që ishte me kolona zanore të filmave, ku unë isha pjesë e atij projekti. Gjithashtu ka qenë edhe Këngë Moj, që edhe ajo ka goxha publik, domethënë që e ndjek. Edhe aty her pas here jam pjesë, siç do jem edhe këtë javë, pikërisht me këngët për fëmijë. Shumë interesante dhe përmendu pak tek aktiviteti me muzikën e filmave. Unë do ndalem pak tani dhe tek një aktivitet tjetër gjatë periudhës së verës dhe deri vonë, Open Cinema, që ju përveç se keni qenë pjesëmarrëse në disa aktivitete në disa qytete, por një këngë kushtuar këtij aktiviteti, EANI në Open Cinema, interpretuar nga ju me muzikë të Enis Mullaj dhe tekste Jorgo Papingjit. Si u ndjet në botën e kinemas, pra në këtë botë magjishme të kinemas? Është një aktivitet që e bëjnë disa njerëz me shumë dëshirë, që e kanë pasion kineman dhe unë i kam ndjekur në çdo qytet ku kanë qenë dhe siglën e atij aktiviteti, domethënë preferuam ta bëjmë bashkë me organizatorët, që është Skënder Jaçi, që dhe përfaqëson Cinemanin, dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe, domethënë që unë isha pjesë, sepse për kineman pak ka këngë që janë kënduar për hir të skenarit, po këngë që t'i kushtohet pikërisht kinemas nuk ka. Dhe kjo sigël besoj është një sigël e bukur që kishte atmosferë dhe unë të tillë doja dhe më duket se e qelluam. Kështu që kam mbetur një videoklip modest, me një muzikë të thjeshtë, me një tekst të kuptueshëm, sepse jeta nuk ka vetëm dashurinë, dakor, dashuria është globale, e përjetshme, përbashkëme, po ka edhe tema tjera, është nëna, djali, fëmia, jeta, domethënë jeta është shumë ngjyrshme, kështu që njëra nga këto pjesë të jetës është kinemaja. E vërtet. Dhe në fakt nuk është herë e parë që ju bëni pjesë e kinemas, ndoshta edhe më përpara keni qenë pjesë me anë të këngës, muzikës. Kam qenë kolona zanore e disa filmave. Treni 27 pa 5 ka qenë njëri, ku nga fillimi deri në fund
sigla që është vokali që shoqëron muzikën është imi. Po kështu edhe te binarët, te filmi binarët që e din pak a shumë. Njerëzit kam kënduar këngën Mashinisti me Arditin. Po kështu kam kënduar edhe te Moza Lasica. Këngën e Timon për qëndron krye lart. Një nga ato goca, domethënë një kompleks i vogël. Kam qenë unë me disa shoqet e mia. Domethënë vazhdimisht kam qenë si thua. Por gjithmonë përmes këngës, jo si aktore protagonistes. Nuk e dashur apo nuk e di. Nuk jam një aktore mirë. Ja. Nuk. Ja. S'ke tentuar asnjëherë domethënë. Përpiqem të interpretoj mirë, por që është sigurisht pjesë e aktrimit është, po jo, interpretimi i këngës më duket që është shumë i brendshëm, kurse ti je aktore, duhet të kesh talent, kam përshtypjen që jo, s'kam. Dhe përveç aktiviteteve që keni pasur këtu që i përmendët, ju edhe keni udhëtuar, të pyes si e ndjer pas një kohe të gjatë pezullimi i udhëtimeve në avion të udhëtosh në Itali në destinacione ndryshme për koncerte. Çfarë emocionesh përjetove pas një shkëputje të gjatë? Thjesht është një ushqim që trupi e ka të nevojshëm, domethënë të çliroj, domethënë të çliroj ca energji, ca kënaqësi të veta, siç është edhe udhëtimi. Unë udhëtimin e kam hobi, nuk është se domethënë e bëra për një nevojë. Thjesht unë her pas here e marr avionin, kemi miq e shok, shkojmë domethënë dim të rrotullohemi nëpër dynja dhe vazhdimisht udhtoj, po mbas një 2 vjetësh pushim dhe ti kur e merr pastaj një udhtim të duket se ka filluar me startin. Po, normalisht. Nga që ke udhtuar shumë më përpara dhe një shkëputje gjatë duket shumë e madhe. Unë nuk do rri prapa udhtuar, me shpresën që do të kjo situatë që është tash do avash do të largohet, se bota do jetojë, njerëzit do lëvizin, bota do ecë si gjithmonë. Unë do bëj prapë të njëjtën gjë derisa të kem mundësi. Dhe të urojmë gjithmonë udhëtime të mbara. Faleminderit. Të frytshme. Pjesa e rrjeteve sociale, gjithmonë artistët janë. Ju jeni më shumë në Instagram. Kjo ka bërë shumë që edhe gjatë pandemisë ju të jeni në kontakt me fansat. Jo përmes komunikimit, por edhe përmes këngës. Keni kënduar në shtëpinë tuaj, keni luajtur ndoshta edhe në instrument, në piano, keni bërë. Kjo ndoshta ka qenë një afrimitet pra për mos më e pasur publikun direkt, pra virtualisht keni qenë në kontakt. Patjetër, një mënyrë që të mban lidhur sepse është forma sot. Domethënë rrjetet sociale janë ato që të mbajnë lidhur, janë ato që ti reklamon punën tënde, tregon ku je dhe duhet të jesh vazhdimisht online aty, gjithmonë për gjërat e reja që sjell, për këngët, po edhe për një muhabet, po themi, për një pyetje nga këto. Ashtu siç ka shkuar trendi, domethënë siç ka shkuar trendi në marrëdhënien e artistëve me rrjetet sociale me publikun, domethënë edhe unë përpiqem të jem, kuptohet, brenda një kufiri, brenda një limiti që unë këtë kufirin e kam pak të shenjtë, e kam shumë të shenjtë, domethënë nuk e tejkaloj, mundohem të jem sa më diskrete në të gjitha ato që flas, në të gjitha ato që postoj, kështu që për këtë arsye dhe feedbacku që merr pastaj nga mbrapa është i njëjtë, kupton, kështu që. Të gjithë dinë që keni një repertor të madh këngësh, qoftë muzikë dhe popullore. Nuk e di cila nga ajo këngë ose një mund të zgjedhësh që e këndon shpesh, ta kërkoj më shpesh. Dhe kur Gaze dëgjoj. Ka i problem. Nuk është problem, ka një mendim timi në lidhje me tematikat e këngëve. Mua gjithmonë më ka tërhequr tematika për gjëra të ndryshme. Domethënë, unë kam bërë këngë për takat. Nuk pati ndoshta emër për takat, po është një çështje. Jemi në grad ku na lodhen këmbët, domethënë vjen një moment që duam t'i marrim t'i hedhim nga penxheri ato kputci se na kanë lodhur këmbët. Po ideja është shumë interesante. Unë kam bërë këngë për shembull për borxhin, për shembull që është është një fenomen botëror, domethënë e kupton dhe gjithmonë kam pas një pikë nisje. Për shembull më thoshte mami im në lidhje me portofolin, jep një se që thoshin ca fjalë kurrë, unë duke u bazuar në këto, domethënë, i kam bërë ca këngë. Unë kam bërë këngë për shembull për Mollaxhiun. Erdhi Mollaxhiu, domethënë, kam bërë këngë të ndryshme. Unë kam bërë këngë për motrat, për shembull për një fustan që e kishim, ashtu ishte gjendja atëherë, që atë fustanin e vishnim të treja. Unë e laja ndarkë që ta vishte motra tjetër në mëngjes. Unë kam bërë këngë për ç'të them, domethënë tema nga më të ndryshmet. Edhe kush ka vajza është. Po kush ka vajza, për shembull, ka qenë një fjalë urtë që thoshte Zot pa hall mos na lën, hall mos na. Të gjitha këto janë këngë që janë tematikë. Unë kam bërë këngë kam pasur një dheu i kuq do na mbuloj për ditët që kanë ardhur sot, domethënë që jo ngroja globale, jo gjitha këto. Domethënë kam qenë avangard që pavarësisht se këngët morën ose s'morën edhe
atë Nëse po idetë interesante edhe gjithmonë domethënë për ty. Kam bërë dhe këngë për dashurinë, domethënë temat sociale më kanë interesuar. Më kanë interesuar prindrit, familja, dashuria, gjithçka që në këtë jetë janë jeta e njeriut. Kështu që besoj që ti bëjmë prapë një herë. Tani këtë zgjedhim një moment, një fragment nga këndosh live, ti shquhesh për live, ti këndon gjithandej ndoshta. Po, zgjidhe ti një me që... Jo, s'po e zgjedh, unë pra e të bëra pyetje, nga gjithë të këngët është të zgjedhësh një, se unë s'po mendoj tani. Po, unë kam shumë, nuk e di, ja po këndoj një këngë që e kam dhe më të hershme, që gjithmonë i referohet familjes. Bukuria femërore e bën një shtëpi gazmore, atje ku vërtiten gratë, burrat janë më jetë gjatë. Është një këngë që i kushtohet familjes, ku në një familje ka 5 gra dhe është vetëm një burr, të cilat këto 5 e bëjnë shërbim këtij burrit. Dhe është një familje tjetër ku janë 5 burra dhe është vetëm një grua i bën shërbim këtyre 5-ve. Dhe pyetja ime është, kush është më mirë nga këtë familje? Ku ndjeheni më mirë? Në fakt, unë do të doja t'isha zonjë. Të më shërbenin këta. A du të zgjedhë të më... Ma dhe unë shërbeja, sigurisht, është të marrëdhënie. Po dhe më thënë, këto janë pak a shumë temat që unë kam. Shumë interesante janë përmende. Irma, edhe ke popullore, mbesim pak tek folku tani, ju keni kënduar gjitha të revat. Pra duke futur jugun, juglindjen, veriun, këngët e veriut Shqipërisë, të Kosovës, Shqipërinë e Mesme, pra është zëri që të shkon të përshtatet me këto këngë dhe të gjitha kanë qenë të pëlqyeshme. Pra i ke prezantuar në aktivitete ndryshme, edhe këtu mund të veçoj si artiste, sepse jo çdo artist mund t'i përshtatet dhe vokali për gjitha trevat. Është pak e vështirë. Unë i kam bërë këto që thua ti sot, domethënë i bëjnë edhe të tjerë këngëtar, por sot ato kanë mundësi t'i shfaqin. Ndërkohë që unë i kam bërë në një kohë kur nuk ka pasur rrjete sociale, domethënë unë mendoj që Shqipëria është e imja, është e jotja, dhe unë Shqipëri në zemrën time nuk e ndaj me parcela. Dhe kam gjithë të drejtën e Zotit të këndoj këngën e Sarandës, të këndoj këngën e Fierit, të Skraparit, të Elbasanit, të Lushnjës, të Tropojës, të Shkodrës, të Dibrës, dhe ku të më doj qefi mua. Domethënë, nuk e kam, në zemrën time nuk ekziston ndarja, nëse unë jam e aftë, sigurisht nuk do ta këndoj si një këngëtar i karakterit që është tipik i zonës, ama bukur dhe pranueshëm për veshjen do ta këndoj. Dhe këtë përpiqem të bëj. Dhe këtë e kam bërë që në kryet herës kur kam dalë këngëtare, sepse ashtu ma kanë ndier zëmra. Ka këngëtarë që e bëjnë, nuk dua të përmend emra, dhe e bëjnë bukur dhe jam shumë okay, domethënë që e rrokin me mundësinë e tyre vokale, me mundësinë e tyre interpretuese, me mundësinë e tyre teknike, të gjithë trevën mbar shqiptare, Kosovën, Malinezi, Çamërinë, Shqipërinë, domethënë këndojnë shqip, shkurt, këndojnë këngët e veta. Je nga ato artiste që gjithmonë je buzëqeshur dhe shumë në formë. Dhe kjo është një sekret, sepse jo vetëm zëri, por pjesa e prezencës ka të bëjë shumë, ndoshta kujdesin ndaj vetes ose gjithmonë je... Mirë, kujdesin ndaj vetes ose kujdesi i shtuar ndaj vetes, si thua në një moshë caktuar ti duhet se s'bën ta kesh, se them unë një e re kur është e re dhe një festi veshësh, ajo prap duket bukur. Domethënë problemi është të dukem unë bukur, kujdesshëm, që jam sot në këtë moshë, domethënë që kam një kod timin të veshjes, të paraqitjes, e kupton, dhe i kushtoj rëndësi. Ti duke qenë mirë nga brenda, sigurisht që do reflektosh edhe jashtë. Dhe mbi 4 dekada, në ta që interpreton, ndjeni e plotësuar me çfarë keni arritur apo kërkoni akoma? Asnjëherë nuk ndalet artisti, gjithmonë artisti kërkon të sjell krijimtari, sepse ja buron shpirti i tij të sjell. Dhe ëndra ime është që të bëj një koncert recital. Nëse e bëj dhe këtë koncertin recital, besoj që e kam plotësuar karrierën dhe nuk kam s'kam të shkalypi më. Thjesht mund të bëj një këngë siç ma jep mua që ulem, pasi unë edhe vetë krijoj një gjë kur jam dallë, si thonë, erdhi dhe e shkruaj diçka, po përgjithsisht domethënë do vazhdoj, nëse me hapa jo shumë, jo me marshin e 5, me marshin e 3 dhe të 4 sigurisht që do vazhdoj akoma. Recitalin e kam. Dhe recitalin ju e keni përmendur në fakt në një intervistë që kemi realizuar bashkë për Biofolk, muaj më përpara, që pasi të marrë pandemia, pra do t'jeni në stadium. Pra mendova që ambienti do t'jetë një stadium i të imbushur me fansat tuaj, jo t'jesh një sallë e vogël. Kjo është ëndra e çdo artisti, domethënë që publiku të ketë akses në artistin dhe artisti anasjell të ketë akses në publikun. Çka do të thotë? Ta bëj atë stadium me 5.000, 6.000, 7.000, siç bëro rasin për topin, bëro rasin edhe për këngën. Domethënë këtë dëshiroj unë dhe këtë kam ëndër unë. Jemi në Biofolk, në Radio Ejani. Unë do të kërkuja ndoshta tani edhe diçka, një fragment këngë popullore
për ta interpretuar. Tash unë këngë popullore e këndova, mendoj të këndoj një këngë tjetër që e kam për vetë atëre. Hajde. Syrin e drejtoj ku duhet, fjallën fjalla tje ku thuhet, buze qeshje pa kursim, kjo është moto e shpirtit tim, fjallë buz qeshje e shikime, trio lehet, jetës time, stop, ndal, ko, mos mi merë këto të tria, nuk të japas edhe një, ti mi merres mi këthen më, e këtu firon rinia, na para ma pasurin, vetë mos më merë mua rinin. Të falenderoj shumë dhe në emër të atyre që po na dëgjojnë dhe po na shikojnë. Irma, së fundi një mesazh për gjithë ato që të ndjekin dhe që të ndjekin gjithandej nëpër koncerte, nëpër aktivitete ndryshme. Domethënë, prezenca e publikut në zemrën e artistit është gjithçka për të. Besomni për këtë, domethënë ne jetojmë nga fryma e publikut dhe japim shpirtin tonë për atë publik. Mesazh shumë i bukur. Unë të falenderoj shumë, të uroj shëndet dhe shumë suksese në vimësitë e karrierës. Ishte kënaqësi të të kishim në Biofolk. Miq të dashur, ishim me artisten e madhe Irma Libohova në emisionin Biofolk në Radio EANI. Unë ju falenderoj që na ndoqët, do të takojmë së bashku në emisionet e ardhshme. Miru takofshim.